Dhe mirë se të gjej, jashtë të mbarë, mirëmëngjesi. Si e kemi nisur javën dhe ditën e hënë? Në më të mirën e mundshme. Pas kemi jufka? Kemi jufka. Kemi jufka sot. Jufka si pas traditës. Jufkat e dibrës, që si pas traditës, normalisht duhet një qep, mund të bënë edhe me presh, jep një shije të veçantë, për unë e kam me qep ashtu si që është tradita. Dhe tradita e do që qepa grihet dhe të jetë imët. Gjë që do të ka urdiset me lëngun e mishit, që është pula dhe unë e kam këtu, dhe ju e shikoni që kur është pul fshati, këmbët janë të gjata. Kam shtuar krip dhe e kam vendosur në ujë të ftohtë pulën. Jap një grirje dhe kam gjalpin, normalisht, shumë mirë tek lëngun e mund të vendosim pak ose fare qumësh, dhe kur është puna e qumësh është ajo e kremozitetit, jo se mua ndihmon në shije, por nuk është e domosdoshme, sepse e di që do thonë të gjitha anvisat, nuk shtohet qumësh. Normalisht e vullon gjithçka. Pra qumëshi është që jep një shije super të veçantë. Kur themi në fund të një gatimi shtoni një lugë qumësh. Aq më duhet mua, vetëm një lugë qumësh. Dhe kam jufkat mund t'i keni bërë jufkat me dorë, janë patjetër, janë artizanale kjo gjë, por unë shtoj direkt gjalpin. Tu e lë të shkrihet paksa, duke e ndihmuar me pak ose fare vaj. Gjë që mos ketë atë kërcitje në gjalpi. Kështu se na shërben për zbutjen e qepës. Normalisht, sa të lexosh edhe ti produktet, edhe unë furën e kam të parangrohur. Jufkat e thonë vetë recetën, jufka me pul në furë. Sikur mos kishte pul, pra pul të freskët, sigurisht që kjo recetë nuk do të ekzistonte, dhe po ashtu për jufkat, sigurisht, nëse mund t'i gjeni ose mund t'i keni bërë vetë, ju duhet një pul e vogël, ju duhet një kokër qep e gririmët, një pako jufka, 400 gram, 2 lugë gjelle gjalp ose 4 lugë gjelle vaj ulliri ose një kombinimit të dyjave dhe krip si pas shijes. Ne kemi thënë që recetat tona tradicionale nuk na duan shumë përbërës, janë kombinuar në mënyrë të tillë që të na japin një shije të jashtëzakonshme, që kanë rezistuar ndër vite. Pra, pak përbërës, shumë shije. Kjo është formula e recetave tona të tabanit, të traditës, si që është dhe kjo e pulës me jufka. Tani, fillimisht do t'i pjekim pak, apo jo? Kam jufkat. E duken të mira ato të verdha, se kanë ato pranin e vezëve. Gjë që kanë volum, faktikisht. Por, po kalojnë në furrë, apo jo? do të shtoj qepën, gjë që kam harruar, po pa tjetër, në kur themi që jemi, unë se kam problem, se jemi si në shtëpi. Rregullosh mëngët moj, pa hajmi se të ndimoj, që nga dhe trupi veçantë, pësi ju kap të mëngët kështu që të varen? Ja, vendosë këtu edhe, mëngët nuk më varen, nuk bjen. Okej, mjaftojnë dy lastikë dhe ja jemi. Këto të shkretat më bajnë lekët, më bajnë mëngët, më bajnë, se lidhin në ato lekët në përgjësiat, por lidhin perimet. Pra çfarë e lidh ne zgjidhim këtë gjë. Këtu, do të shtoj pakës, apo vaj? Vaj. Edhe do t'i pjekim sa të marri një ngjyrë të kuqeremt, duke u kujdesur sepse janë shumë të holla. Edhe nuk i duam të nëndzien. Që direkte në furrë. E vendosi? Merreni ti. Tava me jufkat, po e vendosim të piqet për pak minuta, derisa të bëhemi gati me pjesën tjetër. Ja, kështu pra e vendosëm që të piqet, dhe tani vazhdojmë me përgatitjen tjetër. Pula ka zier. Unë do shtoj pak qumësht.
Po ta bashkosh tek qepa? Po. Pra bëj atë shuarjen e qepës. Normalisht që kam edhe lëngun, por unë zgjedh të shtoj pak qumësht. Qumështin ton lufra, ndërkohë kur ne flasim për produktet të Bulmetit, janë kompanitë të cilat na ofrojnë padyshim shije që mbartin histori. Sikundër është shija e kosit Tradita, që na sjell kujtimet e kosit të ast, që zinte gjyshja, një kos që prihet me thik, aq kremoz dhe aq i shishëm është. Këtë na ofron Tradita nga Lufra, që është një kompani prej vitesh në tregun ton, dhe kosi, veçanërisht kosi Tradita, është një kos që prodhohet nga ferma të vogla me shumë pak krer lopësh, pra që mbledhin dhe prodhojnë kosin ton Tradita. Duke qenë se jemi tek Tradita e recetave, të jo të mos përmendim ato shijet që vërtet na çojnë në tradit dhe në histori. Shive si e bëri tani pak qumësh që shtove tek qepës? Bëjt ajo zbutja e duhur, normalisht kripa është e pakët që unë shtoj, sepse kam tek pula, dhe e ndihmoj e lëngun e pulës avash avash. Do të shtoj pakës piper. Faktikisht, shuminë mund të vendosim edhe një gjethe dafine, thjesht kuzihet pula dhe e largojmë. Pra, sa të lëshoj aromën. Kur them që i them me fjalë, është çfarë duhet, sepse edhe kuzhina ka ndryshuar. Pra, për të pasur një lëngë më të mirë, për të pasur një bulion mishi më të mirë, normalisht ne vendosim qepën siç është e tëra, edhe dafinën, kokrat e piperit, i largojmë këto në momentin që ne do ta kullojmë ose e kullojmë lëngun për ta pasur këtu. Unë nuk e kulloj lëngun sepse unë kam mishin e pulës, pra nuk kam as dafinën, nuk kam as qepën. Dhe normalisht qepa ose dafina krijon ato thyerjet e lehta ku ne e vendosim, jo kur zihen. Pra unë kam vetëm tradicionalen sot. Shoh që zihen. Këtë mas, unë po të dua, e kaloj tek pula ose në të kundërt, e lë këtu. Bëj një transferim, një zhvendosje të enve. E kaloj qepën që të marrë shijet, të kenë atë ndërlidhjen e tyre. Po të duam ne, shumë mirë, mund t'i pjekim, mund t'i vendosim në tigan. Po më e thjeshta, se ne do ta futim në furrë për t'u pjekur gjithë. Ose në të kundërt, i lëm kështu. E lë edhe pak sa që të marri shijen e duhur. Po. Këtu kam lëngun që ka edhe vajin, bëjmë dhe heqjen totale të yndyrës atje. Dhe shumë pak i duhet jufkave për t'u pjekur aty në furrë. Ndërkohë marrim dhe një valë, marrim pak kohë nga qepa dhe pula, siç e shpjeguam, dhe rikthehemi menjëherë për ta ndërtuar dhe për t'i dhënë dorën e fundit kësaj recete. Jemi rikthyer, vazhdojmë tani me hapin e fundit, po gatuajmë shkoj e marr jufkat. Pul me jufka, recetën tradicionale me jufkat e Dibrës. Kemi bërë një ndryshim të vogël, kemi shtuar pak qumësht gjatë kohës që përgatitëm qepën, për ta provuar në këtë variant dhe në këtë mënyrë këtë recetë të traditës tonë. Tani shtojmë jufkat që nga pjekur. Kaq, një... Pra, jufkat, mos pretendoni që të kena atë pjekjen e duhur. Pra, jufkat vendose në furrë për të krijuar atë forcin që ne kur të hedhim lëngun, mos jenë të qullta. Në momentin që ky proces nuk ndodh, pra ato nuk i pjekim, gjatë kohës që shtojmë lëngun e nxehtë, të të na qëndrojnë më të qullta. Marr një piron dhe të marr pak edhe
nga ruzhdan. Ja e shtojmë avash avash tani. Sërish ta vendosim në furrë. Të dyja janë të nxehta. Dhe të kujdesemi që të gjitha Tani, marë copat e mishit, ose mund ta keni të plot, dihet që kur është pule freskët, kërkon më tepër zjerje. E kuptojmë nga këmbët e gjata që thash, duhet kemi shumë kujdes, vaksinimi i pulave bëhet gjithmonë në këtë pjesën këtu, të bishtit dhe të krahët. Që do të thotë mos jemi shumë të dhënë pas këtyre pjesëve. Këtë pjesën e lëkurës, unë nuk do ta vendos. Thjesht e kam lënë të lëshoj ato vlerat e veta. Për kaurdisjen. Ja, e vendosim diku. Do të shtoj në ashtu dhe tani. Jo se e mbarova. Tani filloj. Dhe sigurisht do të marrë edhe këtë faqen kafe dhe mishi. Do ta vendos në ajër, në nxehtësinë që të kemi te grila në mes. Pra, as pjesa poshtë, vetëm në grill. Po të duam shumë mirë ne e vendosim me letër alumini, shumë pak dhe më pas e heqim. Por duke pasur në ajër nuk është fare problem. Pak krip gjithmonë tek. Se qëndron ajo krip pak shumë maj. Dhe e marr, është e nxehtë. E marr dhe e vendos në furrë direkt. Ka që ishte për pulën me jufka, mbaroi kjo recetë. Sigurisht qepa është e nxehtë, dalë një sekond. Ja, se kam këtu. Pula, jufkat, kripi per pa dyshim për rregulluar shijem, gjalpe dhe vaj ulliri, një kombinimi të dyjave, 2 lugë qumësh i shtuam ne ekstra, ndryshe nga receta tradicionale, ju postoni qëndroni tek ajo, pa i ndryshuar asnjë gjë. Ne e provuam në këtë mënyrë, po e pjekim dhe po e shijojmë deri në fund të hapësirës tonë të gatimit. Besoj se do ta tregojmë se pak minuta ta lëmë aty. Jufkat janë gati, pula është e zier, kështu që do ta shihni dhe të përfunduar.